me French. Përshëndetje. Si se thash njëri pari përshëndetje o plak. Përshoni. Po. Përshëndetje të gjithë atyre që janë me Milanin, kaq. Se kanë ndeshje Për shembull me Interin çfarë? Jo, unë jam me Milanin, po okay. Bravo, ja, shiko. Unë jam me Interin. Jo, këta të dy duhet të dalin jashtë. Jonid, pse i mban në punë? Sa mbyllim. Ej, mirë se vinin, pardon my French radio që tashmë edhe shikohet. Jemi në kanalin 10 edhe në digital, kështu që jeni të ftuar të gjithë të na shihni dhe dëgjoni. Se bëhemi të bukur për ju, jo për gjë, se ne mund të vinim dhe me tuta. Keni fat ne kesh më shikoni më. Unë me tuta dhe unë. Turp të keni. Jemi sport. Unë jam me bokse. Jemi në programin që thuhen të gjitha, me censur dhe pa censur, me pip dhe pa pip. Si të doni ju, kemi për të folur. Por mbi të gjitha kemi për të ndarë me ju edhe aftësitë tona nëse jemi kandidat të mundshëm për të qenë Big Brotherista. Tani duhet të përgjigjemi sa më mirë apo aq keq sa ata? Varet Anton nga pyetjet. Tani nuk I fajsoj sepse kanë presionin e lartë, po Leila dish do dalë keq edhe. Po përgatit terrenin. Kur jeni në presion njëherë truri nuk funksionon. Po ti çfarë presioni do kesh? Nëse s'përgjigjesh mirë, çfarë presioni ke? Nuk do marr pjesë fare në quiz. Në vërtet? Ja. Mirë, e bëjmë kështu. Cilat nga pyetjet që u drejtuan aty? Nuk dije. Nuk e dije. Malin më të lartë në Shqipëri, nuk e dija. Okej, Mali mi zemra këngëtari. Ta them unë, është mali te ajo dhoma ime. Është një karrige. Mali me rroba. Mali nuk e di, sinqerisht, prap nuk e di. Mali e robit. Kodra. Shkëmbi kavajës, po. Kanë sy. Kodra të ligjeni. Po të pyes ty Niko, ha? Cili është mali më I lartë? Se po të duket sikur po e di, unë prandaj po them batuta të ndryshme që dikush ta kamufloj. Që nuk e di. Shiko që nuk kanë faj ata? E shikon që zemra është ignorancë, jo. Mali I Korabit, 2647 metra. Po dikush do e gjente motër se janë 15 veta, po flas në përgjithësi, okay, mirë. Tjetër çfarë ishte pyetja më e zakonshme që nuk dinin? Shekulli është e pabesueshme që nuk e dinin. Domethënë ne dy jemi treshekullor. 4 unë për pak. Unë jam një 4 shekullore për pak. Nuk I tregon fare. Fare. Faleminderit. Si 2 shekullore në xhanti. Si dyshe. Ngjajon. Dy I kam unë me shpatulla. Domethënë për një çik, domethënë I bie të marr pensionin. Edhe pak, nëse do isha shekullar. Po. Pra, ne kur urojmë një njeri shekullofsh, I themi edhe 15 vjeç. Bësh dhe 15 vjeç. Pastaj riflasim. Po këta kur e ke parasysh këta që kanë fëmijë, që sa I kanë bërë dhe nuk të thon asnjëherë është një vjeç, po të thon 17 muajsh. Po, 36 muaj, po, 47 muaj. Tani në qoftë se një shekull ka 15 vjet. Edhe ai e ka fëmijën 3 muaj, sa thot, 1 vit e gjysmë. Kjo është matematik vitesh. Nuk kemi mirë me matematikën. Unë mendoj që shumica aty u përgjigjen dhe për fan. Për shembull, siç ishte pyetja çfarë hedhin në dasëm, që thanë banane. Po, për fan ishte. Mendoj që dhe Rogerti Luvrin në Gjirokastër, mendoj që e ka thënë se dinte që do bëjë viral, po edhe Juela e dinte, po tha ajo, po them dhe unë ai budallallik tani. Por sigurisht që më fal Gonxhe Gajdexhiu. Bieri Gonxhes Gajdexhi. Kjo ishte perl. Më fal, po instrumenti që mbrohet nga UNESCO dhe është Flauti është super instrument, si e di. Të gjithë të njëjtën meme. Sidomos fagoti. Çfarë është fagot? Që ka armë kot. Ja, e kemi këtu. Njërë, kjo ishte perla. Në vitin 2025 u shpall zyrtarisht pasuria e trashëgimisë kulturore, jo materiale në listën e UNESCO. Ç'është kjo zemra? Është Illuminati. Muzikore që përdoret në veri të Shqipërisë. Ndoshta flauti. Ndoshta. Nuk di. Kush I ka bërë këto memet nuk e di fare.
Ka aq shumë meme në internet këto ditë për përgjigjet e banorëve sa lot dhe vit kanë qenë më rënd si vitet e tjera. Se edhe ka i punk. Jo, përgjigjet apo memet? Përgjigjet apo memet? Përgjigjet, edhe memet. Vjet është bërë quizi në hall, edhe e kishin me radh. Kush ngecte? Dhe përgjigje Laerti. Pra njëri i jepte dum muhabeti. Sa gapa o Laerti sa i zgjuar ishte dhe kur nuk e vlerësuam këtë gjë. Po, Laerti është përgjigjur në shumë pyetje të sakta, madje edhe pyetje të cilat nuk mendoje që do t'i dinte me përmasa, me nuk e di. Unë pash një video ku Luizi i përgjigje gjithë pyetjeve, i gjente personazhet pa gabuar, domethënë një pas një. Tek edicioni 2. Po, domethënë ai gjente të gjitha, i kishte gjetur vetëm Kris Jennerin që nuk e dinte, edhe ishte një nga fundi. Po, se Kris Jenner u transformua gjatë kohës. Po, unë kam ndryshuar në jetë dhe jo aq sa Kris Jenner. Është transformuar disa herë, pra dhe mund ta në paraqitje thotë. Po, tani është bërë edhe më e re se vajzat e saj. Duket më e re se kur ishte më e re. Më e re, po. Pas kemi goxha material për të folur sot, por sigurisht që do të kemi edhe muzikë të mirë. Në pjesën e dytë të programit do të vi në këtë studio Alice, një super djalë, një super artist që do të përfaqësojë Shqipërinë në Festivalin Evropian të Këngës në Eurovision. Kështu që kemi sot. Inshallah kualifikohen. Pyetje do t'i ndaj me ju. Por kurioze jam të di nëse Leila për shembull e dinte se kush e ka bërë lahutën e Malësisë. Po pse unë tash nuk do marr pjesë në quiz. Pjesë të quiz. Është ajo që u mbrojt në UNESCO. Lahuta ishte e lidhur gjëja. Hajde. Ka qenë Anton, ti po mbën? Po përgjigje më ti. Leila si falet, sepse Leila ka lindur dhe ka jetuar në Amerikë. Edhe atje nuk kanë bërë letërsi shqiptare, si ne që na plasnin tëmthat që në klasë 8. Po. E mbanim një javë rresht një autor, bënim bënim dhe ese për autorët. Jepë dorën? Po iko Anton. E gjeti. Gjergj Fishta. Nuk e di, edhe unë justifikohem, të dini se unë kam ikur në Grekia, bëja gyros, bëja souflakis. Edhe nuk i di. Edhe nuk i di, mësoja karaiskaqe andej. Nuk i di këtë. Po mirë, ti besoj. Absolutisht, shumë gjëra i kam në klasë 3 jam larguar, nuk jam larguar. Jo, ti besoj e di shumë mirë përgjigjen e fustanit Little Black Dress edhe parfumit number 5. Atë dia dhe unë imagjino. Cili është parfumi number 5? Coco Chanel, që pastaj u bashkua me nazistët, por kjo është tjetër muhabet. Ajo është tjetër histori. Coco. Unë dia dhe Louboutin. Dia Louboutin. Dhe pyetja ishte stilisti spanjoll. No, nuk është spanjoll. Është Louboutin. Jo, është francez, po pra ishte gabim. Christian Louboutin. Po vetëm nga ta bani kuq. Nga ta bani kuq, u çam duke blek kputuc me ta ban të kuq, fake dhe origjinale një periudhë. Jo, unë kam ashte përdorura kputucët sa janë bërë me gjak, ta bani kuq. Ai shumë po qarkullonin një periudhë kputucët me ta ban të kuq. Sa na doli gjak nga syt. Po, dhe janë kputucët më të parehatshme në planet. Në botë. Louis Vuitton. Unë i kam ca palë. Tortur. Unë i kam, po i kam ulta. I ke marrë ulta ti goce mençme. Unë i mora 2 katëshe dhe i kam vesh 2 herë. Ditën e dytë. Janë nga kputucët më jo komode dhe të shtrenjta. Më ke sa ato sandalet që vishnim kur ishim të vegjël, ato jeshilet kështu me viza. Me gomë. Ato janë. Ato ishin nuk rrshkisje me ato. Nuk rrshkisje. Ngulesh dhe bim me turi. Sa të mbanim frena. Sandalet të rrinin, ti dilje nga sandalet. Ishim frenat gosht. Të dini by the way që nëse i mbani mend ato shapkat klasike që të gjithë kemi publicitet mbyllë, shpejt. Ekzistojnë akoma. I solli mamim kur ato që të rritë mami, po ato ekzistojnë akoma. Që kërcisnin krap. Po më pastronte shtëpinë këto ditë dhe i pashi i kishte veshur. Okej, publicitet. Me ajajaj jemi ende. Me ajajaj kam një jetë. Ma vërtet? Vazhdon ti, Nuk gjetëm zgjidhje gjatë gjithë këtij sezoni. Këtu janë këto pyetjet që kam ruajtur unë. Të tjera kush ishin? Emri i Nën Terezës. Po. Anton. Gonxhe Bojaxhiu. Më kishe Gajde Xhiu? Turkesh Anton. Po, e drejt, më falni. Po pra. Gonxhe, çfarë tjetër kishte se kishe shumë? Në cilin vit u shpall pavarësia e Kosovës? 1900, më fal, 2011, më fal.
Jo, mor, jo. 12-a. Je fix për Big Brother. Bravo Niko. Bravo. Ku janë valizhat iki? Të lom. Ku janë valizhat iki? Ja, ku e kemi, bravo. 12-a, në rregull. Jepi. Brasin. Tani afër shpall, po. Tani afër. 2015. Bravo. Fix. Bravo. 12-a është bërë pse e bëni kështu. Kastile. Unë këtë e bëra Kastile. Zoti ma. Ha, kur është Anton? Unë? Po, Anton. Për mua Kosova është njësoj si Shqipëria. 28 nëntor 1912. Ja, këtë se dia, për shumë mund të më pyet. E shikon që janë për Big Brother unë? Je fix. Dhe pavarësia e Kosovës është fix në vitin kur u bë edhe Big Brother i parë në Shqipëri. Niko, se ti i ke ndikur. Ja, Big Brotheri, jo VIP, thua... Big Brotheri njerëzve. Unë mendova se thash i VIP-ave o jetë. Në 2008-ën. Unë isha në Greqeza, po kisha ardhur një vit me dhonë. Bravo. Prit, të tjera çfarë ishin? Cili është emri i vërtet i Nën Terezës? E ke parë që mund. Maria Tereza Thamiri. Maria Tereza? Gimbo tha, ashu i thonë Nën Tereza e ka thonë. Nana Tereza. Ajo është. Jo, se po lexoja edhe një faktën që është e vërtetuar shkencërisht që izolimi të bën të humbi pak memoria. Po pra, ti ju tipikojmë pak. Gati? Shkon që kaj dëgjiu më duket. Perl. Kush i ka bërë këtë memet Perl? Shumica e banorëve të Big Brother VIP nuk dinin emrin e vërtet të Nën Terezës. Ndërkohë Nën Tereza me duart me bel. Unë e di që nuk dija unë, që nuk e dija. Amortisi i dije ti këto. Të gjitha. Po. Të gjitha. Nga e parat e fundit. Prandaj s'kam fut Big Brother. Përveç atij shkencëtari. Përveç shkencëtarit shqiptar që fitoi Nobelin. Ai ka marrë pjesë te shpikja e Viagrës. Ka qenë ai shkencëtari shqiptar, po nuk i dija emrin. Nuk ishte vetëm tek Viagrës. Aty njihet më shumë. Sepse Nobelin e ka marrë për kërkime të tjera, por që asu nuk ja dija. Nuk e mbi emrin, se emrin e kisha hasur tek tu, po nuk më kujtoi mbi emri fare. Dhe thjesht u futa për kuriozitet ta lexoja dhe tani nuk e ngatroj më kurrë se është si Mira Murati me që ju të brezit të sot. Po, Murati, po. Të se i kishte me D, po ngjason. BFF-i Lej. Jepi. Cili planet njihet si planeti kuq? Jupiteri. Saturni. Planeti kuq është Saturni. Këtë kur e mësojmë në klasë 2 apo klasë 3? But he's so cute. Yeah, Leila. So cute. Përveç këtyre gabimeve ka qenë nga më të saktët. Po, Artani. Si fitoi Miri dhe ju. Miri ishte më lart. Tha përgjigje më të sakta. Po edhe Juela ka qenë. Jo, në podium ishin Artani, Miri dhe Adisa. Edisa ishte në vend 2. Ishte Edisa në vend të dytë. Të thuash Gonxha Gajdexhiu edhe të fitosh është keq. Po nuk të fitosh, po sa më shumë ishin shumë pyetje, sa më shumë dhe ishin një nga Kemi të tjera çuna? Pyetje të tjera, çau bën pyetje tjetër aty. Anglis, dollar, moneda. Po, moneda e anglis. Më pëlqen. Isha mërzitur i Ilir Vrenozi për këtë përgjigje, se pash që kishte nxjerrë një video në Facebook, unë që kam Facebook normalisht, se ndjek sa baby boomer je, pse marr informacione nga çdo media e mundshme. Edhe lë komente më mërzit pse nuk dinte Brikena Poundi. Mërzit, po pse bre Brikena? Po unë të kam dhe shoqe ty. A dhe isha kështu po. A nuk mërzit që Umërzit me të gjithë, umërzit me të gjithë, tha unë s'kam mbaruar shkollë, po këto i dija. Kështu ishte deklaratë. Të drejtë ka, se janë gjëra që vetbesimi që kishte Brikena. Dollari, domethënë me një vetbesim shumë të lartë. Dollari, është dollari, domethënë prandaj qesha më shumë nga vetbesimi i saj. Kush e shkroi Iliadën dhe Odisen? Omeri, Shakespeare. E kam bërë 3 vite në Greqi shkollë. E kam bërë dhe e kisha provim për fund vit, që kështu i di të gjitha këto. Mitologjinë e di, mund të më pyesni për gjithçka. Si mund Homeri, Ismail Kadareja. Po generali është rrezë. Lumi më i gjatë në Shqipëri.
Po, Semani, se është në Fier. Kush kishte thënë Lana? Te Mehmet ishte, te Mehmet. Lana. Oh, Gjanica. Se është në Fier. Poemon Lahuta, po, të mëlsis, kemi më çuna meme të rjetit, apo I mbaruam? Mi gjeni. Kemi vërtet i Nën Terezës. Kalkuta diçka. Nëse po ishin shumë të lezetshëm. Dje më pëlqeu një meme që kishin bërë për Malin dhe Stenaldën. Do ta kemi dhe Rogertin, me Louvrin. Edhe kjo ishte fan. Muzeu Louvrit. Sa vite ka një sheku? 15. Hajde, po them Louvri. Hajde, po them çfarë them unë ty gjëra kastra. Bravo. Rogerti. Unë mendoj që Rogerti e ka thënë. Po, e ka thënë për fan. Po jo, më pëlqeu se I përgjigjej me koreografi të gjitha pyetjeve, ishte Ka marrë super gjëra tani që ka ardhur vllai. Domethënë vdiqa me një meme tjetër që ishte një kështu si I humbur dhe thashë unë duke kërkuar Louvrin Gjirokastër. Ka pasur meme pafund, po memja më e bukur që unë pas shpaktim nga mbrëmja e djeshme ishte momenti që Mali mundohej t'i bënte high five Stenaldës dhe ishte kështu. Ata që po të dëgjojnë e kuptuan. Mos ma prek Stenaldon. Kësaj si prekim do Tartanin, si prekim do Mateon, si prekim do Fernand, ç't prekim? Ç't prekim? Prek vetan. Ç't bëj? Nëse mbrëmjen e djeshme ishte një prime fakt shumë me ngarkesa emocionale, po. Por edhe kam qeshur. Por edhe me momente të bukura, të thoja, shumë të lezetshme. Më në fund u qartësuan disa gjëra, pavarësisht se Selin tashmë e ka gimbon në saj jashtë. U mëlzitet juve? Mua merr di keq. Unë qesha. Po qesha unë prisja shumë. Bante Selin donin këtu dhe po kruante syrin që t'i dilte në lotër. Jo, se është prek me vërtet, ajo u mërzit. U prek si mua. Shiko se nuk është shumë e thjeshtë të dalë një njerëz që ti kalon shumë kohë dhe papritur ti je. Ma fal, u mërzit kaq shumë për Gimbon dhe nuk u mërzit për Gretën, e besoni dhe ju tani. Po për Gretën si të mërzitim se ai Gretën do ta ketë aty një jetë. Ajo nuk bën të lojë me Gretën, se tash Gerta për pak me Gretën. Ajo bën të lojë me Gimbon. Gimbo ishte Aleanci. Aleanci. Ishte shumë Aleanci. Ke pata. Ne do kalojmë publicitet, po do diskutojmë prapë. Po, kemi shumë për. Harroje verën se sot veshëm palltot edhe një herë nga frymi, ose jam unë mbërdatse nga natyra. Jo, ishte ftohtë. Ishte ftohtë. Si e the? Mbërdatse. Mbërdatse. Dëgjova diçka tjetër. Jam shumë I vetë ndjer sot. Je vetvetja. Po jo, vetë ndjer, si tha. Vetë ndjer, po, vetë ndjer. Tani një pyetje kam unë. Dalja e Gimbos dje dhe ky nominimi e ngren mirin, do me thonë në këtë pozicion? Miri. Dhe a shihni njëri bashkim të mundshëm? Kur ishin të bashkuar ato, nuk ishin ndonjëherë të bashkuar. Selin me Mirin. Zemra si ka dalë Selin kreveti kot. Nuk kanë qenë të bashkuar. Të bashkuar në lojë, po flasim zemër. Në lojë mi drejt. Jo si çift. Okej, unë e mendova si çift. Si çift ajo është burri martu me kalama. Nuk po flasim për çift. Dhe ai e shikon si vajzën e vet. Po flasim për në lojë. A mund të ketë një afrim mes të dyve, si e parashikoni situatën? Unë them që pa. Unë them se po afruan. Po afruan të dy humbin pik prap. Edhe unë kështu mendoj. Sepse është mendoj që janë më mirë po të jenë rival. Po lëpinte pjata ku pështyve prap. Atë pjatën e ndërtuan bashkë ama. Me këto bëhet tani Selinci, ajo është strategje. Unë mendoj që janë më mirë rivalat ato dy, edhe nëse Selin tani ka momentin më të mirë që t'i mbajë të gjithë kundër mi shpatua. Sepse është vetëm. Edhe të tregoj që është finaliste. Sepse të gjithë po I thonë që ti ke patur Gimbon, kishe Gerta. Po, tani do kthe Gerta Gretës. Se vetë Gledioni dhe të gjithë aty ngatroheshin dhe në fillim I thonin Gerta. Por në fakt ajo luftra ti ka bërë vetë. Vetë, po. Edhe tani të gjithë ja taksën I thanë do kthesh, dhe nëse ajo kthehet, I bie ti re pre të gjithëve dhe u ktheve.
Tani e kuptoni pse unë doja që të ikte Gimbo dhe kam thënë shpeshherë se dua të shikoj lojën e Selin se si është në të vërtetë, se deri tani e kemi parë o me Mirin, o me Gimbon, o me Gretën, o me Shëndritin, domethënë tek pull se kemi parë asnjëherë. Tani është tek pull. Çojmë sa lojtare e fortë është. Briki Mateo, si keni parë këtë ditë? Një puthje do ndodhi tani mes atyre, se çdo ditë po afron më shumë, tani e presim puthjen. Nika. Po përgatitemi po bëjmë Për çfarë? Okej. Për atë puthjen e famshme, unë jam shumë duke e pritur, por nuk mendoj se të ndodhi kurrë jetë. Pse? Po sa ndodhi. Tani gjithë këto afrime? Ajo që më pëlqen më shumë, edhe në surprizat që bëhen gjatë bigut, janë prindrit që i suportojnë fëmijët, sido që të jenë sjell apo shfaqur, kur i thon jam krenar për ty, je shumë e mirë, vazhdo kështu. Nuk e di, si e para ju jep zemër dhe e dyta mendon që sa të mirë janë, sa suportues janë ndaj fëmijëve. Se kemi parë dhe prindër që hyn me shpatë dhe ju. Unë se harroj atëherë babin e Fifit. E mbani mend babin e Fifit? Kur u fut babi Fifit në edicionin e parë, ishte shumë i ashpër me Fifin. Edhe Fifi i ngel limonje për një kohë shumë gjatë. Po, sepse u ngarkua. Po. Domethënë ai vërtet ndoshta i tha atë që mendonte, duke parë dhe lojën, por në momente që kur se ke parë këtë Niko ti shef gjithçka. Jo, e kam parë, thjesht dua ta komentoj. Kur fëmia është i izoluar, ndoshta fjalë të mira e bëjnë të ndihet akoma më mirë, edhe të jetë dhe më i përgjegjshëm për situatat që do të vinë vazhdim. Mua tani që më kujtove se na ktheve pas tek i pari ka qenë Fifi, tek edicioni i dytë mbaj mend babin e Dea Michel. Nuk e di, më ka prekur jashtë mase. Shumë i mirë. Një babaxhan, një njeri shumë i sjellshëm. I thoshte gjatë gjithë kohës që dhe ka qenë periudha që Dea Michel ishte më e sulmuara në atë kohë, me komentet më negative në rrjet, dhe ai u fut dhe i tha ti je më e mira, jam krenar për ty. Edhe këto momente, domethënë me prindrit që janë shumë suportues, unë i shijoj shumë. Nice. Unë do t'i thoja po ti ishte çunim dhe po ti je budalla. S'të vjen zor nga vetja. Ua, për shembull po t'isha mamaja Gimbos dje, do i çoje lule nuses? Po t'isha mamaja Gimbos dje, jo. Do ziesha. Do të thotë s'ma bajte çunin brenda. A kishin të drejt banorët mbrëm që e sulmuan në thonjza Selin që si dha diçka mamas Gimbos, po si që dha Brikena, mamas së Mateos. Unë mendoj që po duhet i kisha dhënë. Sado që tha nuk e kam bler me zemër, ti gjithsesi nuk do ta blesh me zemër se je e izoluar, që kështu çka do aty brenda mund të duket perfekt për një dhuratë. Çfarë mendon mund ti jepte? Po, zemra, një pako me biskota. Bravo. Një pako me biskota. Pse Brikena çaj çoj? S'po them emrin, çaj çoj varse shumë të shtrenjtë. Po varse. Po jo më zemra se ishe brenda, ku ja çoj varsen? I dhuroj një dhurat back thuat. Po, pra, absolutisht, e Brikena i dha, mori diçka nga sponsorat, ja dhuroj. Nuk është kështu nuse tipike namusqare me norma. Ashtu. Nuk janë të gjithë njësoj. Ajo që po shija në rrjet, po ashtu ishte që ishte një tjetër meme që mu duk shumë fani. Selina i thot babit tënd ma kap çik telekomandën. Në këtë edicion. Në këtë edicion thoshte një meme, më duket se gocat e binjakëve e kishin bërë. Është për herë të parë që çiftet e këtij edicioni janë të aprovuara nga familjet, janë takuar, janë aprovuar, janë pëlqyer, nuk janë kontestuar, vetëm babi Miri është kundër. Është kundra. Po, edhe dje Turp TV që nuk u çua takon të vjerën. Kë vjen? Erdhi mamaja Gimbos. Je Krushkën, më fal. Dale njerë, o Nikose. Dale njerë, Krushkën. Nëse për të shakave, mua Miri këtë ditë më zhdukur shumë herë më i qetë dhe më i lehtësuar. Po, më pak emocionalisht po. Po, më pak agresiv, sikur edhe këto gricje der pasere me Rogerti, ndoshta po e bën edhe të kuptoj. Si? Është qetësuar dhe Rogerti. Po Rogerti s'ka ça. E di pse është qetësuar, se s'ka varur Selina këtë ditë. Plus mos harros ka qenë edhe në nominim. Mua më duket sikur ja ka dalë çik me përçarjen e grupit këtej. Po, absolutisht. O bën gjithkundër, Shëndriti ngeli vetëm. Po. Mateo Brikena. Po dje Shëndriti që nuk e përzjodhi Selin, që ishte big fan of Selin, sa ai ashtu duk që ka hyrë për të ndihmuar për të udhëzuar Selin. Për të udhëzuar, thjesht janë bërë miq aty, por i tha, nëse unë të kam shoqe, do ta them edhe kur mendoj që ti je gabim, po.
Dhe ja tha, mendoj që ke gënjur, se duke qenë se dolën videot. Kurse ajo skena që u diskutua, që dua ta them, që Selin u zgjua nga gjumi kur Miri bëri be. Sa aty dua të më ndalesh. Për gocën ishte shumë e bëra vetvetiu që nuk qëndron në asnjë moment, se motra ime ka rishkitur një herë në banjo, ka bërtitur, ngrita kokën, thasha, kjo vra e mirë, fjeta prap. Kështu që vëllai që nuk do donit të kishit në jetë. Kështu që për mua nuk qëndron që motra të flet akoma? Më flet, më merr dhe lek her pas here. Okej. Po pas ka një motiv. Prandaj pas ka një motiv. Po që nuk qëndron që e bëra vetvetiu. Nuk donte të dilte Miri. Tani unë nuk e kam parë, po u thaj që është dhe një video me sa pash në rrjet që në fakt ka shkuar Joela dhe e ka zgjuar dhe i ka thënë hajde merre tanin. Kur erdhi aty Selin i tha merre tanin. Okay. Kur erdhi aty. Pra u manipuloka edhe rrjeti. Po pra, normalisht. Mos harrojmë që shumicat e gjërave që ne marrim nga rrjeti janë dhe edite, janë edit. Jo, po lexoja që është dhe një video që ka shkuar në fillim tek dhoma dhe i ka thënë ja merre tanin, dhe kur ka ardhur Selina aty i ka thënë merre tanin, por nuk jam e sigurt për këtë. E diskutuan dhe dje se e pyeti dhe Monika, tha më ti vajte e more Selinën dhe i the hajde iq tanin, edhe Joela tha jo, erdhi Selina aty dhe i thash të lutem iq tanin. Se tani me sa duket e gjoka Selinën. Po pra, dje mora dhe shumë të lejmë. Jam bërë shok të ngushtë. Ka ndikim. Ashtë sa cute është tani? Ju nuk më besoni. Zemra, Selina tani të tani do shkoj se si ka ngelur njëri tjetër. Po Artani po del lojtar i fortë. Shumë i fortë, shumë i fortë. Jo, është shumë i fortë, shumë strateg. Më fali, ka rezistuar kohë. Ka të drejtë lejë. E disa të drejtë ka lejë aty. Tani u bën disa muaj. Tani edhe Mali gjithashtu, edhe Stenaldo gjithashtu. Malin e kanë harruar. Malin e kanë harruar që është në shtëpi dhe nuk. Si Nita edhe si ka pas ajo tjetër Vesa. Sa e ke që hapi bif me goca. Goca e dini vetë juve. Nuk hapa bif. Thjesht nga memet që kanë qenë. Ju e dini që Juelan e krahasojnë si një version i Nitës dhe i Vesës i këtij edicioni, po. Po jo, nuk mund ngjan, si Juela është goxha më luftarake. Më duket më shumë, domethënë kam thënë, më duket më një Greta Gixhari më e rafinuar dhe më Juela është më aktive, më luftarake. Edhe pse ndonjëherë nuk i qëndron asaj që ka thënë në fillim, po s'ka gjë, aty janë gjëra që ndodhin. Kurse tani çik publicitet më mbaj aty, te tani mbaj. Te cute. Po thoja Antonio për Artanin aty male. Që Artani, jo, përveç Cuti, ju e nënvlerësoni, po Artani është një kamaleont që nuk e ka shokun. Se kur ishte në nomë. Me është kamaleonti, E po unë e thash shqiptar që tash. E the fjerakshë. E thash Kameleon. Okej, në rregull. Ta shqiptoj KAMLS. Tani ishte në nominim në fillim me këta, u bë shok me Mirin, me Rogetin, me shumë. Kaloja të nominim, tha Juve, kaloj këtë nga Selina pastaj. Po tani kur t'jet nominim? Tani që është me Selina nominim? Tani prapë me Miri. Mua më duket sikur tani ti ka ardhur koha, domethënë. Jo, që të dalë. A ka rezistu më shumë si që kemi menduar? Zemra Shkocke fort, hajde miru pafshim shqipemi. Kush del? Ja ka kaluar. Kush del, si pas jush? Këtë javë. Nikol apo tani? Kjo është që është. Nikol, dhe që unë Nikol. Gjithashtu. Edhe unë mendoj se del është shumë gocë e mirë, shumë e urtë, shumë e urtë. Jo, është pa takto zemra. Domethënë Ledioni flet aty, "Ja, shumë mirë, kështu le të bëhet." Se çfarë bën këta gjëra që jam se del kesh Nikol. Le të dal kesh, nuk ka problem. Unë zemra, se s'po ta thot për të kesh, po ta thot për të mirë. Ja bëre shumë italian theksin, o plakish nga Korça. Po ajo nuk di shumë mirë shqip se ka ardhur nga Greqia. Nga marrë nga Greqia. Nga Greqia që jeton në Gjermani. Por Nikol, është më duket më asnjë dramë, vërtet shumë do të krijoj drama, kohët kapet me Edisën. Jo, Edisa doli më zgjuar nga të treja. Më fal Egi, të dua shumë, je shumë e bukur, po e tham.
E di sa ishte, unë se prisja të ishte kaq mirë. U fut shumë mirë në lojë. Prisja e disën, duke ditur shoqërinë e saj. Se prisja fare. U zu me atë që duhet, bëri ato që duhet dhe tani thot dale tani. Dhe i tha Briken, ose unë të konsideroj të zgjuar, i tha. Normalisht se ti gjithmonë kapesh me dikë që e konsideron ose aty ose më lart se ty për ta ulur, po bravo që e pranon, edhe më pëlqen sepse ka sens humori. Po, është e lezetshme shumë. Ka hyrë si Rogerti me shpat në dorë, por nuk është aq agresive, se si duhet ta kapi lojën, Është si Efi pak a shumë. Është ngacmuese me lezet. Efi Dedhes? Po. Ja. Efi Dedhes? Ose të gjitha. Ja, dhe merr veshti. Mund të ishte Pra ju mendoni që del Nicole. Sagapao, Nicole. Si jemi ne? Pa jo do të vi kundër nesh që njëri të ketë të drejtë të paktën. Po ka shanse, Tani është shumë aktiv. Edhe nuk ka shanse. Tani për ndjeksi. Për ndjeksi Don Bosco, kur e pati shumë. Leka të drejtë që është i lezetshëm. Është i lezetshëm, po i ka ngrënë bukët e veta. Zemra dhe ka ardhur koha tani që avasha, domethënë, e di pse nuk bëhet dot për ndjekës Tani, se Tani po të përndoqë dhe në fund të kap harroj çfarë do të bënte në fillim. Se është çikti. Pse erdhëm këtu? Po jo, në të vërtetë mendoj se surpriza këtij edicioni pra është Tani. Mi lej tash. Surpriza e këtij edicioni zemra ishte Rogerti. Të lutem, ka qenë surprizë ose ka qenë, domethënë gjithë Shqipëria në krye unë që bëja video ja. E keni parë imitimin e Portokalli? Më pëlqen. Alfredo Portokalli më pëlqen shumë të imitimet, po më vjen keq për Gretën që imitimi i Gretës mbaroi. Greta quhet edhe vajza që imiton Gretën, që kështu më erdhi keq, po mbase i japin ndonjë rol ekstra. Por Rogerti mendoj se ishte surpriza. Fenomen, do të thon fenomen për pak. Do të thon parashikimi ynë nga Pardoni është 3-1 për të shohim kush do fitojë nga ne të tre. Të katërt. Në të katërt. Po nga ju të tre. Ti ishe me kush do? Nicole. Ju jeni me Nicole, unë them mendoj Artani, nuk e di pse. Jemi në fund të pjesës parë, ka ardhur Alisi, do ta takojmë për pak dhe pas edicionit të lajmeve do ta kemi pikërisht në këtë studio për të folur për shumë gjëra me Alisin, por sidomos për muzikë të mirë. Say What është tani, dëgjojmë pas pak. Hey, ja ku jemi në pjesën e dytë të Pardon My Friends dhe si që lajmërova në pjesën e parë të programit, kam kënaqësinë të kem në studio një djalë super të mirë, të talentuar, edhe që na ka sjell shumë emocion me këngën e tij që do të na përfaqësojë në Eurovision. Mirë se vjen Alice në Top Albania Radio. Shumë kënaqësi. Më pëlqen të quaj djalë të mirë dhe të talentuar që në krye të herës, sepse janë kriteret që kanë dalluar tek ti që në fillimet e tua të para, që në daljet e tua të para, domethënë ta jep këtë përshtypjen e një djali të sjellshëm, por mbi të gjitha kur merr mikrofonin i vë pikat mbi i, edhe pikat mbi i u vendosën këtë dhjetor, kur emri yt ishte edhe fituesi i këtij edicioni të festivalit të radio televizionit shqiptar dhe përfaqësuesi po ashtu i Eurovisionit. Domethënë është e kotë të pyes si e ndjer kur fitove, sepse ti e ke thënë pak a shumë ndjesin, por dua të di gjithë këtë rrugtim pasi emri yt u shpall fitues. Pra që nga ndjesitë e para dhe gjithçka që erdhi më pas, emocionet, komentet, çdo emocion që ti ke marr ose ke dhënë teksa ke komunikuar me publikun tënd. Atëherë nuk e di se nga t'ja filloj, sinqerisht, që në momentin që unë u shpalla fituesi ishte, nuk e di, u bana i fëmijë më i lumtur në botë, sepse absolutisht Eurovisioni është diçka e madhe dhe besoj që është ëndra e kujdo. Por me një ëndër të madhe vjen një përgjegjësi gjigande. Edhe që në momentet e para të them të drejtën se nuk du t'inglloj kështu, por që nuk ka se unë të paktën bashkë me grupin tem jena nal një ditë që nga fitoria të nesër me mas nesër, ditë në vazhdim, nuk kena festu. Por ka kanë çdo gjë që tulna buckle up të shtit i marrim gjanat një që të mundona me bë maksimumin ton, sepse e dishim që Eurovisioni do afrohet dhe pavarësisht se mund të jenë 2 muaj ose 3 muaj larg,
do fluturojnë, kështu që ti kena më mirë gjanat të përgatituna sa do pak, edhe me këtë ne kena fillu përgatitje që atëherë të thëmë drejtën. Por absolutisht që është qershia mitort është edhe përqafimi i publikut. Edhe përveç përqafimi i publikut është që mu më ka prek është se njerëzit jo vetëm e kanë dëgju atë këngë, jo vetëm kanë festu për fitoren teme etj, po ishte mënyra se si ato e kanë përthith këtë këngë ose mënyra se si e përjetunin në format ndryshme, në situatat ndryshme, edhe janë disa mesazhe që realisht mu nuk e besoj se do mikun ndonjëherë nga mendja, edhe kjo është diçka që kjo është dhurata më e bukur që një artist mund të marrë. Që të duroj emocione dhe ti marr ato. Absolutisht. Ti po thoje për mënyrën se si të ka pritur publiku, por duhet jemi të drejtë, duhet jemi edhe të hapur me të gjithë ata që po na ndjekin tani në Top Albania Radio dhe po ashtu live në kanalin 10 në digital, që ke pasur edhe polemika. Pra nuk e ke pasur kaq të lehtë këtë rrugtime dhe këtë fitore tënden. Çfarë i thua sot pas kaq muajve të gjithë atyre skeptikëve që jo vetëm që dyshuan tek kjo këngë, por e kritikuan si ndoshta e kopjuar, si ndoshta me AI, si ndoshta që ti nuk do t'ja dalësh, si ndoshta që nuk është një këngë që na përket së fundmi, sepse ne tashmë jemi të lirë dhe ne mund të shkojmë ku të duam sepse kemi këtë mundësi. Të paktën kjo është mënyra se si unë funksionoj, por të them të drejtën kur unë du diçka, edhe kur realisht unë e ndjej ose një produkt ose një experience, t'jem komplet i sinqert, ndoshta mund të ngllojnë kështu, por nuk i ndjej, s'di si ta shpjegoj. Domethënë jam shumë i bravo, jam shumë i përfshim tek ajo gjaja sa sinqerisht gjanat që vijnë anash, që ndoshta nuk më hyn në funksion, që mund të jetë një informacion i tepërt. Unë mund ta jap një përgjigje nga ana ime, duke qenë si një vajzë që dëgjoj muzikë, që e shijoj, që më jep ato mornicat në trup, ta jap këtë përgjigje. Pra, unë mendoj që komentet që kënga jote ishte e bërë me inteligjencë artificiale, do të thotë që ti ke qenë aq perfekt sa njerëzit kanë menduar që një qenie humane nuk mund ta realizojë këtë këngë. Kënga është shkruar në fakt nga e dashura jote, teksti, edhe më bëri përshtypje Alice, ditën e djeshme ose të pardjeshme ti kishe postuar një moment nga videoklipi të cilin do t'i lutesh regjis na transmetoj dhe të na e vendos edhe në ekranin LED. Kishe bërë një postim për nënën tënde. Dhe në tekst më bëri përshtypje që i thoje shumë telefonata prej saj janë kur po vjen moj mam. Pra edhe pse jetoni brenda Shqipërisë, prindrit vinë në një pikë, vinë në një moshë që na presin gjithmonë kudo që t'jemi. Pra edhe brenda Shqipërisë, edhe jashtë saj, nuk ka rëndësi nëse jemi në punë apo në emigrim, gjithmonë nga nënat do vi ky mesazh kur po vjen moj mam. Edhe vërtet që më bëri përshtypje, edhe të gjitha këtyre përgjigjeve që ne po i japim sot, apo këtyre skeptikëve që ne nuk kemi më nevojë për viza, por kemi nevojë për leje nga puna nëse jetojmë jashtë, dhe nuk mund t'ju vijmë prindërve çdo javë t'i takojmë. Absolutisht. Nuk mund t'i vijmë ndoshta edhe çdo vit të ri të festojmë me ta, edhe unë mendoj që qëndron i gjithë mesazhi. Kështu që ke goditur Alice, ëh? Ke goditur dhe rëndshëm fare madje. Domethënë, çdo gjë ishte, çdo gjë ka dalë organike, çdo gjë ka dalë pa plan. Çdo gjë ka kanë thjesht emocion i momentit që u rrit dita ditës, edhe që në momentin e parë që Desara më ka tregu tekstin, mu më preku, u shkru muzika, shkova te Rjeti absolutisht u përfshin sekonda, u bë produksioni e tjerë kështu vazhdoi festivali, dhe du të them me këtë që kjo këngë ne na ka marrë për dorët në çdo fazë, në çdo pikë, dhe ne kena kanë në shërbim të saj në çdo sekondë. Nuk ka kanë diçka që ne nuk mund ta çuj këtë këngë sikur ne e bëme, e fryme, e krijume, jo, kënga doli. Edhe sinqerisht asnjëri për nesh nuk arrim për me shpjegu se si doli kjo këngë. Thjesht
ishte emocion I pastër edhe realisht ne e kena përjetu po ashtu siç e kishte përjetu edhe publiku vet. Ndjesi e gjithçkaje. E kemi edhe videoklipin, mund të ma vendosin dhe pak muzikën, është një këngë që të përfshin vërtet edhe një këngë që besoj edhe ata që thanë, pse kjo këngë sot janë Golis, në ndero në Eurovision. Videoklipi është shumë I mirë. Është shumë I bukur, ka simbolika aty. Edhe është një koncept ndoshta që ka marrë goxha komplimenta në YouTube. Do t'i ndaj me ty disa nga komentet, madje kishte edhe nga Serbia aty që shkruanin Shqipëria po mbefason, nga Greqia ishin 12 pikë nga ne. Edhe shumë komente edhe për konceptin, për klipin. Domethënë si u krijuan në strukturë gjitha. Atëherë e vetmja gjë që ne doshim për me përçu ose në vjet të trasha kur ishim në përgatitje ose tek skica e klipit bashkë me çunat, me Takat Studio që I përshëndes. Kryesorja ishte që ne donin ta manim sa më artistike, elegante, edhe t'japin sa më shumë mesazhe në çfarë do lloj pjese të saj. Edhe kryesorja ishte që ne nuk doshim që ky klip të ishte në thojza, sepse kjo këngë vet ka një përmbajtje shumë intime dhe shumë emocionale. Edhe nuk doshim ta mashim me skena shablon që mund godasin sa mama ishin aty Alice? Sa dush. Shumë mama. Sot dush dhe janë mama reale, ato që janë. Janë tana mama. Ato që janë në videoklip. Edhe kjo ishte në fakt pjesa më e bukur që ne doshim që komplet ky klip të jetë I përfaqësuar për figurës tans. Figurës më të rëndësishme mund ta quaj unë. Absolutisht edhe prej mamit tëme që është. Ajo është ambitor. Do ta diskutojmë këtë më një herë pas publicitetit. Dhe duket sikur jam me një tjetër artist komplet. Kështu tu më duket. Kur dëgjoj këtë këngë. Domethënë nga një këngë që ka pak Shkodër mrena. Komplet vile. Ka pak ritëm aty, jemi tek një këngë super pompoze, me kore, me instrumenta, me pak, le të themi, shtrirje, pak, shumë shtrirje vokale. Ekstrem shumë. Se I bëra gjitha me pak, po të kur jemi të vokali është me shumë shtrirje vokale. Po thoja pak më parë që kam lexuar komentet. Domethënë në publikimin, në fakt ka shumë pak ditë që është publikuar në kanalin zyrtar të Eurovisionit videoklipi yt, edhe aty kanë lindur të gjitha këto komentet që pjesën më të madhe, nuk pash asnjë koment negativ, që t'jem e sinqert. Nuk e di nëse I lexova të gjitha, po madje njëri prej tyre kishte kapur dhe detajin tënd të orës. Okej. Ma shpjegon pak simbolikën, pra është një orë nga këto vintage. Po, është ora vjetër. Këtë unë e kam marrë që në festival edhe ka kanë aksesor pjesë skenës dhe ora në fakt unë kam dashur ta tregoj si një simace e kohës. Simbolika e kohës që për nanën ndalon. Ora për prindin ndalon momentin që fëmia del prej deret. Nuk nuk lëviz asnjë kërë pas asnjë sekond nuk e lëviz. Edhe kjo ka kanë komplet simbolika që unë dosha ta përçoja tek publiku dhe më në fund po më vjen rasti për me thënë, sepse deri më sot ishte thjesht orë. Okej. Pra simbolika është kjo. Po. Dhe është shumë prekse në fakt. Tani komentet Alice janë në anglisht, unë do përpiqem t'i shqipëroj. Shumë njerëz po pyesin pse Shqipëria është kaq low in polls, domethënë kaq poshtë në votime, dhe kjo duhet ketë ndodhur pak ditë më parë, pra në publikimin e këngës, se tani je ngritur goxha se kontrollova. Ndoshta sepse Europa ka harruar që thellë kuptimi I vërtet I familjes qëndron tek ajo lidhja e fortë që kemi ne ballkanasit. Të këndosh për nënat dhe për pritjen e gjatë të tyre për fëmijët është një diçka shumë e shenjtë dhe që është
tërësisht humane. Faleminderit Alice që na e rikujtove edhe një herë. Realisht kjo është pjesa, nuk e di, pjesa më e bukur e përjetimit të gjithë kësaj gjaje, me pa njerëzit se si e zbërthejnë dhe se si e ndjejnë, me fjalë më të pastër, me fjalë më të Në bukura. të gjitha gjuhët e botës, në gjitha gjuhët absolutisht. Një tjetër mesazh thot jam serb dhe faleminderit për përkthimin që i keni bërë këngës, sepse është shumë e thellë. Shumë fat, fqinj. Po. Good luck neighbors. Dhe keni një super këngë. Dhe ky mesazh vjen nga Serbia, Alice. Një tjetër nga Finlanda thot Albania the winner. E bukur, unike, gjuha komplet. Gjuha shqipe është unike. Edhe një herë Shqipëria dërgon kualitet në Eurovision. Një tjetër mesazh thot për 2 vite rresht Shqipëria në Eurovision e ka dhe me shkodranët shkodrën elektronike, shkodranët e vitit kaluar. Për 2 vite rresht Shqipëria në Eurovision më bëri të ndihem si një adult në një dhomë plot me fëmijë. Muzikë ekselente, shumë dashuri nga Anglia. Një tjetër thot I'm crying. So powerful lyrics and music. Një tjetër thot jam shumë i lumtur që Shqipëria ka konfirmuar tashmë fituesin tim për Eurovisionin këtë vit. Kjo këngë është për te i fjalëve. Është amazing. Po e them gjysëm anglisht, gjysëm shqip, se më tingëllojnë më bukur kur thuhet amazing. Amazing. Albania is a powerhouse for second year in a row. E kupton çfarë bëhet? Nuk di çfarë më thon sinqerisht. I ke lexuar? I kam lexuar dhe tash ti po i lexon prapë, më duket sikur hera para dhe herë. Kam të njëjtin impakt. Një tjetër nga Serbia thot si serb më duhet ta pranoj që Shqipëria gjithmonë sjell versionet më origjinale dhe artistët më origjinal në Eurovision. Domethënë është wow, Një pjesë tjetër thot un po qaj, nuk e di pse po qaj. Realisht kur vjen puna tek lot, un nuk di atë një e mirë apo keq, sepse realisht nuk duhet njerëzit ta dinë ta përjetojnë atë ose të jetë emocioni jo i mirë. Por që mbahet zemra mal kur kanë këtë lloj përjetimit edhe që ndjejnë kaq thellë këtë këngë. Është për mua është nuk e di, është ëndër, ta them sinqerisht, është. Po lexoja një studim disa ditë më parë, i cili thoshte, njerëzit që ndjejnë goosebumps, atë rënqethjen e mishi kokër, teksa dëgjojnë muzikë, janë shumë empatik, janë shumë të prirur për të ndjerë, edhe kishte shumë shpjegime të tjera psikologjike, kështu që ke bërë një gjë të mirë, Alice, ke bërë rënqethje jena mundu për një pjesë të mirë të publikut. Ky rrugtim në fakt ta përmenda edhe pak më parë, nuk është se është aq i lehtë, le ta themi kaq hapur. Pra ti ke nisur këtë turin tënd. Cilat janë sfidat që je duke kaluar? Domethënë nga një shtet në tjetrin, mënyra se si po shfaqesh, edhe si po e presin këngën në këtë vende. Të them drejtën. Edhe çështja ekonomike, le ta. Okej, ajo është normale. Sepse është impenjim shumë i madh, është e vërteta, por ne kena kanë në Bullgari, nuk është pjesë e Priparti, por kena kanë ftuar me këtu tek festivali tyne, që po e fillojnë nga ato ka kanë çuditërisht ekstrem mirë, sepse po shikosha shumë njerëz që atje ndoshta hala nuk ishte zgjadh fituesi, edhe ishin njerëz që më thoshin më uroj ta fitosh. Okej, ndodh ka kjo. Pas ka njerëz domethënë që nuk domethënë nuk e lajnë ato pjesën patriotike për me ndjek emocionet, edhe thjesht ndjenin këngën dhe më thonin uroj të fitosh, edhe për mua ishte është tash një si, nuk di si ta shpjegoj, shumë e bukur. Por pastaj kena filluar Priparti që ka kanë hera parë në Suedi, që absolutisht edhe atje kishte të njëjtin përjetim, por jam habi sepse kam taku shumë shqiptar. Në Suedi. Thash, okay, ardha në shtëpi më. Ç'a bëhet një gjë që të fol shqip, thosha shqyr. Po flas lirshëm. Edhe I priste nana ata? Absolutisht. Edhe janë disa histori që përpara Pripartive, para se të ishte pjesa skenës që këndoja, kishim një meet and greet me artistat. Edhe më kanë ardhur disa, nuk mund t'i quaj fansa, ishin dashamirës që më kanë treguar disa histori që nuk e di, ato janë
nuk e di, më qohet mu të shmishi kokër kur I kujtoj. Ishin rasti fundit e kam përmend që ishin 2 motra që kishin anë nga Polonia në Suedi për të më taku mu, sepse kanga jeme I bate me përjetu edhe një herë nanën e tyne, si kur ishte rinjallë, sepse kishte një vit që ishte nda nga jeta. Dhe thotë kjo është e vetmja këngë që nena bën për me ndi atë prap, si kur është mes nesh. Dhe për mua është realisht nuk di që të them, janë gjana që unë mes pa fjalë, nuk kam që ashtoj ma mrapa. Janë këto lloj episodesh një artist nuk e di është. Pra po e përjeton shumë mirë. Ekstrem mirë. Nuk di që të them ma tepër, është përjetimi më I bukur. Po flisnim për videoklipin që aty janë shumë mama të vërteta. Sigurisht dikush prej tyre I ka fëmijët jashtë. Edhe e ka përjetuar të gjithë këtë, nuk mund ta quaj plag, po është një mall që është mall, po. Një mall që po thonin pak më parë nuk e shpjegon dot deri në momentin që bëhesh prind apo jo. Bravo, është dëgja që më thot mu mami vet kur po vjen më mam, edhe absolutisht tek ritmi I disë, po shkodrën do vi. Që shkodrën 2 orë ke larg. Po si 2 orë jam, edhe në fakt kur e shoh më mrapa them okay, kam ja 3 muaj që s'kam ik. Edhe është kjo shpreha që the ti, hajde se ta babohesh prind vet apo kupton. Edhe e kupton. Të gjitha mamat që janë aty në klip sigurisht që janë një gur shumë I bukur I këtij videoklipi, por çështja mbitor pastaj në fund është mami jot. Si e binde Alice, ti ishte pjesë e këtij klipi, domethënë, se unë di që ajo ka një ndikim shumë të fortë tek ti. Pra që nga nisja me muzikën, mënyra se si është qasur ndaj pasionit, por edhe talentit tënd. Kështu që ma trego pak të lidhjen e veçantë që ke me të edhe fillimet. Nuk e di, mami përveç prind ka kanë ajo shoqja ngushtë, njeriu që unë u këshillosha për gjanë më të vogël edhe absolutisht që I ka kanë personi I parë që I ka besu talentit tem një moshë shumë vogël, ndërkohë që as unë vetë nuk e disha se okay, unë kam za. Edhe thjesht besosh aty sepse ajo thotë po okay. Ke talent. Edhe të them të drejtën, unë mamit I them gjithmonë ti je motori im. Domethënë ajo më man në kam, adin ajo është I personi që më ngren çdo moment dobësie të tjerë. Mi fshin për shkakun kam disa pikpyetje, mi pastron kështu direkt. Ti largon. Ec më mam besoj zemrës tonë bën mirë se gjan mirë. Kjo është ajo e mamit. Por realisht ishte momenti që ne me çunat e takatit e kishim kopsit pjesën se si do të jenë skenat, edhe klipi ishte I qartë me pjesën e moodboardit. Edhe ishte pjesa fundit që ne e dishim me kohë që mami do të mbyllin këngën. Pjesa më e bukur. Do bënte mbylljen. Por ishte një detaj që unë hala si kisha thënë. Domethënë ti e dije që do ishte, po vetëm mami nuk e dinte. E kisha të fikun unë, por mami si kisha thënë edhe ajo nuk e dinte. Dhe marr telefonun edhe I them ha me mamë se po të ecë klipin, pyet mami se kisha ka pa fole, mirë, I tham vetë super, po ti do jesh në klip. Qa thu me mamë, thë, po si ku, po do jesh në klip, kur në fund. Si ta, qa po thu moj mamë. Po qa po thu moj mamë. Edhe I tham jetë pjesa fundit e pjesa më rëndësishme, mas moj mamë se mos ta prishi klipin. Po unë s'di më s'kam dala hera parë, e kishte pikpyetje, që të sove, I tha që do t'jetë bukur, do bëjmë qef, kena ko sa dush, mund po unë të pak nga 3-2 herë, e bëjmë 500 për ty që ke do shkojnë mirë. Po që të su që do zhanë rregull. Ne kishim xhirime të mërkurën, edhe ishte e martë, edhe flas me mamin telefon. Ha, me mama I lodh, mirë. Më thot, kam harru me thonë, zbahem nesër. Si. Mu largo? Si, më kap ishte. Si mam? Mu largo? Jo, të se zbahem e kishin kap emocionet. Me kishin kap keq emocionet, dirësa edhe s'ka pik fajt, por më goditi, si ishte krejt këshu. Jo, thoj. Ja mu shamanen edhe... Dhe ajo është pikërisht atë. Tesh I thëmë për ti aktorë, muj. Ti je lindur për këtë. Je lindur për këtë punë. Kemi ende bisedë me Alice, por sërish pak publicitet deri kthehemi. Përveç Eurovisionit, patjetër që ti pasi të përfaqësosh Shqipërinë, do kesh dhe planet e tua në kokë, apo jo? Do t'i ndash me ne sot që të përgatitemi shpirtërisht. Planet e ardhme. Po. Të them të drejtën,
absolutisht kena disa skica në mend se çfarë do ndodhin për mrapa, por mos të them që 98% e fokusit është vetëm deri me 14 maj, që shkela jam e parë tek ajo sken. Edhe komplet fokusi është aty. Mund të ta them cili do jetë momenti emocional i pari për ty? Okej. Pasi të mbarosh performancën për të pritur nëse do jesh finale apo jo. Ajo ke shumë flamur në dorë. Ke shumë të drejtë. Yes. Ajo është fundi. Domethënë, nëse aty thuhet Albania shkon finale, besoj që ajo do jetë pika parë. Ajo është highlighti, po absolutisht. E nisjes. Pastaj se çfarë ndodh dhe dim se çfarë ndodh në finale. Ne sigurisht jemi me pritshmëri shumë të larta sepse kemi një këngë të mirë, kemi një djalë të talentuar me super vokal, të përgatitur emocionalisht nga të gjitha anët, kështu që se çfarë ndodh atje pastaj është tjetër muhabet. Eurovisioni. Pavarësisht se dal prapë te komentet, shumica thoshin që nëse Alice nuk është tek 10-ja, pra tek top 10. Top 10-i, Europa nuk di çfarë bën, domethënë. Janë shumë larg me gjërat. Një tjetër pikë kyçe e artistëve shqiptar të paktën, duke qenë se ne me globalizimin i kemi krijuar edhe mundësitë që të jemi ndërkombëtar, pra në shumë kanale muzikore, në për radio apo gjithçka tjetër, ti mund ta bësh muzikën tënde për qejfin tënd. Por nëse në këto kompeticione kaq të rëndësishme ti krijon një lidhse direkt me Europën dhe me botën, do jetë akoma dhe më e thjeshtë. Edhe dua të di nëse ky është një tjetër synim i yt. Pra ke arritur deri tani që të krijosh, le të themi, një urë lidhse apo është shumë e vështirë? Ndoshta ka të bëjë edhe faza ku jena tash për momentin, sepse kjo fazë Eurovisioni bashkë me pripartit që janë po na lidh shumë me artistët e tjerë. Edhe diçka që absolutisht unë nuk e di se si ka kanë vitet e tjera më përpara, por që këtë vit kam vure që bashkëpunimi i artistave me njëri tjetrin për kollaps, për video, për trende tjera, për me shpërdo kulturat e secilit shtet, ndërthurit, ka kanë shumë e sinqert. Edhe komplet kjo energjia ka kanë shumë organike, edhe komplet energjia me komplet artistët e Eurovisionit ka kanë komplet e pastër për momentin, të paktën. Kaq mund them, por sa i përket lidhjeve të tjera me si urlidhse, nuk ka se kena pas një mundësi akoma, sepse çdo gjë është bë si promovim për këngën, për shtetin, edhe secili kena përfaqësuar veten tek ato priparti. Por besoj që absolutisht me kalimin e kohës, pse jo, mund të jetë, nuk mund ta quaj si sunim që do e bëj, është edhe nëse diçka e mirë vjen, absolutisht tëra është e hapur. Mbaj mend pjesëmarrjen e Ronelës, u afrua shumë edhe në Spanjë deshën shumë këngën e saj dhe shumë koncerte më pas. Ronela i ka pasur në Spanjë, kështu që pse jo, mund të jetë edhe kjo. Dhe me që jemi tek Ronela, por ndoshta edhe me artistë të tjerë të cilët kanë përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision, ke pasur mundësi të flasësh me ndonjërin prej tyre edhe cilat kanë qenë këshillat që të kanë dhënë? Kam fol në fakt me disa që sinqerisht i falenderoj se kanë edhe jashtë masit supportues, ka kanë Ronela, Jonida Maliqi, Angela Peristeri, dhe më thonë kanë thënë disa fjalë që absolutisht unë ja di për nder, duke marrë parasysh se si artist i ri se të paktën ta di tek kjo rrugë që po mpret përpara, kush janë disa gjëra që ndoshta duhet bëj ose disa gjëra që duhet kem kujdes. Edhe absolutisht që kryesorja dhe ose ajo highlight fjala ishte që mundohet të bash sa më shumë qef dhe ta shijosh. Edhe realisht janë disa momente që unë si natyrë nuk mund të rri në qetësi, ose nuk mund të rri me i mbështetur me dy dorë mas kokës. E kam të pamujtun. Unë tan kohën du që të përmirësoj diçka që mund ta bëj më mirë. Kjo është kryesore të ti baj gjanat më mirë se që mund t'i kem bëha ma përpara. Pra, je njëri që i pranon edhe kritikat. Absolutisht. Edhe kjo mendoj që është pjesa më e rëndësishme të bëhet filtri i kritikës me komentet negative. Aty mund të mësosh ekstrem shumë. Por doja të thoja që absolutisht që janë disa momente tek kjo rrugë që janë pak të lodhshme, sepse
po përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision, është një përgjegjësi jashtë masit e madhe, nuk po përfaqësoj thjesht Alisin Ma, siç ishte në festivalet dhe këngën time. Tash po përfaqësoj veten, këngën time, gjithë Shqipërinë. Edhe janë momente që mund të bëhen në një moment të vështira. Por kam fillu ta kuptoj që ndoshta edhe duhet ta shijoj pak. Edhe realisht te këto pre-partit kam pas hapësinë ta shijoj, të krijoj miqësi me artistat e ri, edhe kjo është pjesa më e bukur. Edhe kjo ka kanë ajo këshilla më e mirë që un kam marrë. Dhe kanë bërë shumë mirë gocat që të kanë dhënë këtë këshillën, vërtet duhet ta shijoni sepse shumë stres kam parë edhe kam folur edhe me artistë të tjerë të cilët kanë përfaqësuar Shqipërinë dhe jo vetëm sa i përket performancës së tyre, por duhet të ngarkoheshin dhe me komente negative në rrjet, duhet të ngarkoheshin me komente për veshjen, për pamjen, për peshën, për çdo gjë. Pra, un jam shumë e sigurt që ne shqiptarët bëhemi bashk, sigurisht kur luan kombëtarja, por edhe kur artistët tanë na përfaqësojnë në kompeticione kaq të mëdha jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe edhe unë këtë do të thoja, pra ti shijoja, mos u ndiko. Po ti e the vetë që në kryet herës që nuk është se të ndikojnë, kështu që shpresoj ta kemi kështu gjithmonë. Tani një tjetër pikë që unë do doja të ndalesha, sepse ti ke folur, domethënë për marrëdhënien tënde me mamin, për marrëdhënien me familjen, me Desarën, po ashtu që keni një marrëdhënie shumë të veçantë me njëri tjetrin, ajo është bashkëpunëtorja jote edhe në këtë rrugtim. Por do doja të dija një person tjetër të zemrës tënde që gjatë gjithë rrugtimit tënd, që në fillimet e tua ka qenë aty për ty, që të ka ndihmuar, që ndoshta të ka hapur derën, edhe ka kritikuar, pse jo? Faleminderit që pyete në fakt sepse kajherë bëjmë edhe humor me këtë pjesë që më thot babi kajherë kur flas në telefon. Jam kënaqur të fa në intervistë e tjerë gjithmonë se babi është shumë. Po djali ka dhe bab marrë. Vitin tjetër pa, bëni këngë për babin të. Po dala do njerë të folë, thotë se kam qenë. Se kuj dihet, mund të fitosh. Edhe absolutisht kam rastin për me thanë që babi bashkë me vllain kanë nuk e di, domethënë të dy krahët e mi më të fortë. Babi ka kanë ai personi që jo suportiv, por babi sinqerisht lën kryt për mua, absolutisht si çdo prind për fëmijën e vet, por babi mu më ka pikë të dop, të shkyt e tham sepse unë e di, ai e mohon por unë e di. Domethënë ti je fëmia i preferuar. I babit po, jam i bindur. E di dallota, i thotë jo, por që e di. Edhe babi është personi që është domethënë ndjen çdo gjë që unë ndjej. Domethënë është komplet i përfshirë me rrugtimin tim, ka kanë mbështetje ai me mamën madhe. Po ashtu bashk me vllain, sepse me vllain ati i la një vend veç duke marrë parasysh rrugtimin tënd muzik, sepse ai ishte domethënë personi i parë që besoi tek unë. Nga ana profesionale që vllajem është këngëtar po ashtu. Edhe vllajem e morri tek grupi i tij i bendit. Pra vllai ka hapur derën i pari. Ai ka qenë i pari që më hapi derën, që besoi tek unë si një 15 vjeçar që unë studioja piano, por prap të lush keyboard edhe të lidhesh me bendin si një bend është ndryshe të lush Bach. Ai besoi tek unë, më dha kohë për mu përmirësu, pavarësisht se sa herë kishte raste që më falë për shpehen, e prisha pak muhabetin, por që ai prap nuk bate asnjë lloj kompromisit, ai besoi tek unë deri ditën e fundit edhe e vetmja gjë që mua më vjen keq se ai tha diçka në momentin që ra karantina. Edhe ne nuk bëmë më live në atë periudhë sepse u blloku çdo gjë. Edhe mbasi u hap. Ai më tha diçka që unë nuk bëj më live po ty. Okej. Edhe unë nuk e marrë si diçka. Okej. Edhe realisht po bëja gjithë vite që ai nuk ka kënu ma. Po, sepse ti nuk je përfshirë. Që tash kam rastin absolutisht që mezi prestani prap, sepse ai ka qenë inspirimi jam i parë, ai ka qenë arsye sepse unë fillova me e dash muzikën. Ai ka studiu për kitarë, unë e kisha kitarën gjithmonë në divan dhe
absolutisht çdo vllai vogël ka idhull vllain e madh dhe më dukte çdo gjë që bëti ishte cool dhe për këtë them që ai ka qenë modeli im. Edhe mezi po presta në prap. Okej. Na emocionove tani se kam dhe motrën larg. Alice, çfarë pret pas përfaqësimit të Shqipërisë në Eurovision? Do të thënë, cili është i gjithë emocioni që do doje të merrte publiku nga kjo këngë? Të them të drejtën. Do të thënë, ta sqarojmë, po shkon me pritshmëri të larta apo je me këmbë në tokë? Natyra me të paktën qysh fillimet e mia që nga X Factory tek festivali i vjetshëm, po ashtu te ky festival. Tash mund ta quaj metod, por në fakt kjo është mënyra se si unë operoj. Unë pritshmëritë ose për të dashur me marr diçka me zor i kam zero. E vetmja gjë që unë baj është fokusom tek gjërat që unë kam kontroll. Edhe pjesa tjetër, domethënë mundohem ta ndjej me anë të performancës ose me anë të ekzekutimit tim, qofsa që bëm mënyrën më të mrekullueshme që unë të paktën jam rehat, tjerat le të vinë. Okej. Kjo ka qenë e vetmja gjë që unë nuk mund ta ndryshoj. Absolutisht që dëshira është e madhe për të bërë gjëna gjigante. Domethënë fillimisht do presim vetëm atë Albania në finale. Bravo. Dhe pastaj të shkoj si të shkoj. Kënga do të jap emocion gjithsesi. Një pjesë e mirë e Ballkanasve e ndjejnë shumë thellë. Është më familjare si temë. E kanë më të perceptueshme. Dua të ndaj me ju përpara se ta mbyllim se jemi drejt fundit, diçka që më tha Alisi përpara se të hynim transmetim. Më tha pikërisht këtë. Një mesazh që i ka bërë shumë përshtypje ishte një vajzë e cila kishte shpreh biletën, kishte 10 vite që nuk kthehej në Shqipëri dhe pasi ka dëgjuar këngën, është kthyer për të qëndruar me prindrit dhe me nanën, sidomos në Shqipëri. Ka shumë pesh. Kjo në momentin që e kam lexuar thosha nuk më besohet të jetë e vërtetë dhe më kishte nis mundësisht video që ishte në avion, edhe më tha Alice kënga jote më ka bën me lën punën. Edhe thjesht tani do të shkoj edhe të ri me familjen, me mamin. Edhe do të ri për i kohë gjatë. Faleminderit Alice për këtë këngë. Për mua është sti që të them. Domethënë në atë moment në vite mu, se isha në studio në fakt, po regjistroша. Që të bëj edhe një këngë tjetër. Ush me bë këngë tjetër, mi thanë Lenes, du me bë me marr makinën për Shkodër direkt. Tamam, po. Por që kjo ishte e mrekullueshme. Dhe ky është emocioni në fakt që ti do doje të përjetonte i gjithë publiku, besoj. Pra këtë ndjesinë e dashurisë së familjes për ta shlyer pak atë mallin edhe për të mos i marr për të mirë qenë. Absolutisht. Që i kemi aty. Nanat fundi botës me kanë presin, por të mundona me bë maksimumin, me shpenzu sa më shumë kohë me aq sa mundena. Alice, shumë faleminderit që ishe këtu. Je fiks në vendin ku ka qenë dhe vazhdon të jetë një augur shumë i mirë për artistët, Top Albania Radio, supporter i jashtëzakonshëm i muzikës edhe i artistëve të talentuar, kështu që me gjithë zemër unë të uroj suksese. Kam nderin. Lartë më lartë, edhe jam e bindur që do e përfaqësosh më së miri Shqipërinë, shumë denjësisht me një performancë të jashtëzakonshme. Të falenderoj shumë. Kështu që ne e mbyllim për sot Pardon My French me Alice, duke dëgjuar këngën Nan edhe një herë. Edhe ta shijojmë edhe një herë në Top Albania Radio. Kalofshi sa më bukur, dëgjohemi dhe shihemi të mërkurën tjetër. Grazie.